zonja në ditën e parë që ka marrë detyrën, edhe sot po të shkosh e gjë në njëjtat kushte. Pa ngroje, pa me lagështi, pa tualete, pa krevate, pa medikamente, të tjera, që nuk jam duke u lodhur me retorikë të përsëritur. Përveç kësaj mendoj që kandidatja ka disa probleme të tjera që unë nuk e di se si do t'ja bëj këtë Parti Socialiste, sepse është regjistruar një kallëzim pak për ndërtim pa leje. Pra imagjino çfarë figurash promovojnë këta, si mund të shkojnë qytetarët, sepse duke ditur qytetarët që në shumicë Vlora voton Majtas, shikojnë që kandidatja e Partisë Socialiste që përfaqëson Partinë Socialiste mazhoratën ndër vite në qytetin e Vlorës është një personazh i tillë që ka në kurriz akuza nga më monstruoze, përveç korrupsionit të konsumuar në spitalin rajonal, përveç kësaj shkelin dhe ligjin ka ndërtim pa leje në mes të Lungomarës në miliona euro sipas kallëzimeve të bëra nga pronarët e trollit në cilin ngrihet ky objekt. Kështu që është për të parë gjitha kjo situatë, Flavio. E megjithatë, kryeministri dhe ecuria e zgjedhjeve pavarësisht këtij bojkoti nuk mund të kalonte lehtësisht. Duhet kishte patjetër patronazhim, duhet kishte patjetër incidente të vogla për shkak të shkallës së pjesëmarrjes, por nuk mund të mungonin. Zoti Burimi, a është kjo prova, le të themi, më ekstreme që edhe dy veta të votojnë, qeveria dhe shteti nuk bëjnë dot zgjedhje të lira, plotësisht të lira? Është prova që qeveria dhe pushteti s'mund ta lënë kurrë pushtetin. Kjo është prova. Pastaj votoi 1 apo do të 1 milion, ata nuk mund, sepse sidomos në këto momente ku Rama akuzuar rënd për zgjedhjet e fundit të legislative, ai ti duhesh prova që ai gjithmonë fiton zgjedhjet. Prandaj është një kurs për mua, për opozitën këto zgjedhje ishte një kurs. Shikoni këto zgjedhje si përfundim nuk ndruan asgjë. Apo jo? Pastaj kishte pastaj ka prap. Nuk ndruan asgjë. Dhe dua t'i shtoj edhe një faktor të katërt nga ato tre që thash i pari. Po. Pra dhe një i pari që thua ti vazhdimi i vjedhjeve, çfarë vazhdimi i vjedhjeve? Vazhdimi i vjedhjeve është që ditën e zgjedhjeve ty të ke një hyrje fushatë të Aron Ballës, pra që është numri 1 faktual i PS-s, sepse Mara merret me qeverinë. Ai është numri 1 i PS-s. Ditën e zgjedhjeve ai shkon dhe bën thirrje për është i pa imagjinuar perëndim. Vazhdojmë prap këta me lista në dorë për të parë kush ka votuar, që është ndaluar. E tha do i vjen në reportazh. Pra, ka gjëra plot që drejton edhe vetë ta që morën pjesë në zgjedhje kandidatët i do të thënë se çfarë ndodhi. Ky ishte faktori i parë. Faktori i dytë që thash ishte që nuk që një këshill bashkiak është ai që ka bashkuar ka pushtetin dhe ai nuk u fut në zgjedhje këshill bashkiak. Dhe treti është që pushtetin e mban qeveria, është bukur. Ka edhe një faktor të katërt që bëjnë që këto zgjedhje mos të heqin masat, është se që nga denoncimi nga opozita i vjedhjes së zgjedhjeve të 11 majit nuk ka patur asnjë aksion opozitar. Apo jo? Mund të ketë në të ardhmen, është deklaruar që do ketë të ardhmen. Për muaj qershor, muaj shtator dhe muaj tetor kanë qenë shumë muaj të pakut. Pra, pas asaj hataje që ndodhi në maj, Tirana, kur them Tiranë, po them si Selia, kryeqendra e opozitës, nuk po i jep shembull. Dhe por nuk erdhi shembulli në Serbi, nga Beogradi, erdhi shembulli i të rinjtë të Beogradit që ngritën drejt parlamentit, drejt qeverisë, drejt bashkisë së Beogradit dhe pastaj u ngrit rinia në gjithë rrethet. Pra dhe ky mungonte, ky faktori i katërt. Mobilizimi në Tiranë, nuk do të them që nuk do filloj. Do filloj, është deklaruar. Fillon që sot, kur më duket, Gazvendardi dje, bëri thirrje që filloi se bojkotimi nga opozita i komisioneve parlamentare. Por edhe kjo ndikon shumë. Pra këto zgjedhje harohen sa më shpejt, harohen, dhe tani të ketë një agenda të pastër të opozitës, një agenda çfarë do ajo për të ardhmen, se do vinë prapë zgjedhjet për një vit i prapë të fshat. Në fund të 26-s janë fushat për zgjedhjet lokale të 2027-s. Kështu që kjo, si thua, këto zgjedhje të dieshme që thjesht pjesa e parë e lojës.